Përshëndetje miq, këshilla me vlera. Unë e di shumë mirë që ka persona që unë acaroj nervat me këto që përgatisën, por ka dhe njerëz që më falenderojnë dhe për këtë i falenderoj pa mas. Këtu po e tregoj këto kontinetorët. Mos i hidhni te se kanë kokën e spërkatjes shumë të mirë. Nëse ju shkoni edhe më shkruani të blini një kontinetor bosh, ju bën 3 euro nga ato më të mirat. Pastaj ato që janë kualiteti fundit u bën 1 euro e përdori një herë do hedhni ke plenat. Unë atë që të përgatis sot kontinetorin që kam, që përgatis grasatore vet, ka 4 vjet dhe nuk është prishur. Do thoni, aman me gru dhe ti, sa kurse nuk është puna kërcyerit, është puna që ne të mbrojmë dhe natyrën se na mbyti plastika për të ardhmen tonë, për të ardhmen fëmijëve tonë, për nipër, për mbesa, apo e kam gabim. Mirë, kohë s'kishim fare plastike, pastaj ankohemi për natyrën. Normal, edhe për këtë gjë bëj, por edhe për xhepin, se një zgrasatore e përgatitur në këtë mënyrë 1 euro, as 1 euro nuk u shkon. Kështu që këto kontinetorët mbani. Pra, hedhim në një tenxhere i laçenësh. Të njëjtën mas do hedhim si uthull edhe i laçenës. Te kontinetori që kam unë që nuk e ndryshoj me asnjë. I laçenëve që kini, unë kisha këtë që kisha blerë në ofertë, 4 cope dhe e përdora. Thash mi që më kishte mbaruar, kam marrë çik veten edhe kam filluar një çik vënçes kur i thon. E thash kalmati un po Eli, thash se shumë e ke filluar rrëmbyer, dua të bësh shumë gjëra, por nuk e di çfarë do kollondris. Uthulla e kemi 65 centezim. Jo, më falni se ka shkuar 68 centezim. Uthulla nga ajo më e lira, po është shumë e mirë për të pastruar, për pastrim në kuzhinë edhe për shtëpinë edhe për pavimentet. Kështu që hedhim të njëjtën mas tek tenxheria që hodhëm i laçinëve dhe e vendosim në zjarr të vokët. Këtë kontinetor po tregoj se ju që më shkruani që nuk blenë, im shoqëm ka bler këtë zgrasator për kuzhinë, nuk e kam përdorur fare se nuk më pëlqen aroma që lë në kuzhinë dhe përdor për banjë. Kështu që mos kujtoni se nuk kemi, a nuk dim, apo jemi budallënja, apo nuk blejmë. Thjesht mua më pëlqejnë gjërat që përgatis vet. Atëherë, mbasi kemi bokur pak uthull, siç e patë provova me gishta të vokët pak. Pse do thoni ju, në këtë mënyrë nuk bën shumë shkum. Që provojni dhe do më falenderoni. Unë këtë recetë kam postuar edhe në YouTube dhe ju lutem juve që nuk më njihni, mua më quajnë Eli, ka jame është nëna e ndjera nëna ime dhe unë i kam vënë emrin e nënës time për ta falenderuar se nuk kam arritur dot që ta falenderoj ashtu siç duhet sepse ka është ndar shumë shpejt nga jeta. Dhe ju ftoj që ta abonojeni në kanalin tim YouTube, shpërndajeni dhe lini komente në video për të ndihmuar kanalin të përmirësohet dhe të zhvillohet. Për ju që më doni. Edhe në YouTube gjeni shumë receta, kam postuar mbi 3000 receta. Do thoni ju ndofta janë disa receta jo profesionale, por ama një ide u japin, një këshill u japin, edhe ju shpotojnë nga një vakt. Apo e kam gabim. Megjithatë, faleminderit shumë juve që më ndiqni, më mbështesni. Ju falenderoj pa mas dhe ju uroj festa të mbara. Këtu po jap një shembull, po la edhe mobilin e kuzhinës. Me këtë mobil kuzhinë kam 22 vjet, edhe nuk e ndroj me asnjë sepse është dru tani, nuk bëjnë këtë tilla mobile. Do thoni, kanë dalë plot, kanë dalë të dalin çfarë të duan, mua më pëlqen thjeshtësia, më pëlqen kështu. Edhe do i ndroj vetëm dorezat. Këtë po u jap fjalën se mos bëjeni mirak. Ju përshëndes. Ciao, ciao.